Përshëndetje të nderuar kudo që jeni, paqja e Zotit qoftë me ju. Selamu alaikum. Sot bon mot i freskët në Zvicër. Temperaturat janë jashtëzakonisht të këndshme. Si gjithnjë, në natyrë, në pyll, në mal, dhe po takohemi përsëri. Uroj që jeni shëndoshë mirë. Dëshiroj të flas mbi një fenomen apo dukuri që ka të bëjë me mjekrën. Një hoç XY pash duke ju fol xhamatit të tij dhe duke e imagjinuar një pyetje se gjoja po i bëhet nga dikush, dhe pyetja po i bëhet me këtë përmbajtje: a lejohet ruajtja e mjekrës nëse duhet ta marrë funksionin e policistit apo ushtarit? Dhe shteti në fjalë nuk ma lejon që ta mba mjekrën. Tani, ta lë pozitën e policistit apo profesionin e policistit e ta mba mjekrën, apo ta hek mjekrën ta mba atë të policistit apo të ushtarit. Shikoni përgjigje e hoxhës ignorant që bën ders me këtë. Ai përgjigjet në këtë mënyrë, nuk e them atë stërgjatjen e tij, se shumë kanë merak hoxhallarët të stërgjaten në përderse, po e shkurtoj dhe po i thot, jo, nuk lejohet. Sepse në shtetin ku nuk ka ligje të cilët bazohen në ligjet e Zotit, po e citoj si thot, atë nuk të lejohet as të bëhesh policist, as ushtar. Pyetja për ju të nderuar: njihni ju ndonjë shtet në momentin që po bisedojmë dhe në momentin që unë ju drejtohem juve me këtë video, a e njihni ju ndonjë shtet në botë i cili punon sipas ligjeve të Zotit? Do isha kurios unë ta dija kush ai shtet. Unë jetoj këtu në Evropë tash e 37 vite, ku e drejta e shprehjes dhe e mendimit ndryshe është ligj. E di, ka shumë që s'ju vjen mirë kjo, po le ta bëjnë këtë pyetje kur ata në shoqëritë e tyre, në mesin e shteteve të tyre, do të kenë kaq multikulturalizëm, kaq multietnicizëm, dhe do jenë aq të ndershëm dhe të drejtë presidentët e tyre, prefektët e tyre të komunave, dhe për gjithë qytetarët do e kenë arsimin njësoj, do e kenë shërbimin e shëndetësisë njësoj, do i kenë shërbimet universitare njësoj, dhe ti kur ti drejtohesh ndonjë enti, çka të presësh në radhë sikur të gjithë tjerët. Pa marrë parasysh, a je bio i atij shteti apo je ardhacak migrant aty? Të jem konkret. Unë gjithnjë flas nga Zvicra. Dhe në momentin që po flas jam në Zvicër, jam në qytetin e Bilbienit, me një liçen si liçeni i Ohrit atje, Maqedoninë e Veriut. Të kalojmë te tema e mjekrës. Në Zvicër, wallahi bre, të gjithë ata që jetojnë këtu e dinë se çdo ditë i policist ka mjekrëve, ndoshta çdo njëri. Po haj mos ta teproj me çdo njëri. Por çdo i dyti topi se lu. Ushtar ka plot me mjekra në Zvicër. Në Gjermani, në Austri, po flas për këtë hapësirën gjermano-folse, alemanike. Të vazhdoj.
Në Mekën e shekullit të 7, pra të kthehemi pak në histori për një 1400 vite pas, sepse hoxhallarët temat e tyre i lidhin gjithnjë me Islamin. Edhe nëse diçka nuk është në lidhje, s'ka kur një fal lidhje me Islamin, ata e lidhin me do e mos me Islam. Dhe kur ju konvenon kjo, ata e bëjnë ato normë islame, edhe pse nuk është normë islame. Është normë njerëzore parazgjitësh, humane. Ti bësh dikuj shërbim të mirë, të jesh i drejtë, i sinqert, të jesh i disiplinuar, të kesh tërbije, kjo është humanizëm, pikëspari. Pastaj do ta shohim çfarë feje ke ti. Nëse ti je mjek musliman dhe para i kontrollon ata pacient që janë musliman dhe atyre që janë jo musliman, dhe thonë pritni atje, ti nuk je bre musliman, ti je dreç, shejtan. Dhe mjek i mirë është ai i cili nuk shikon etni, nuk shikon religjion, nuk shikon ras, nuk shikon ngjyrë, lëkure. A e dini atje në Arabinë Saudite, para 1 viti, 2 viteve, i tha Lionel Messit, futballerit, sportistit më të mirë në futboll i gjithë kohërave, momentalisht në botë, i thanë ti hape çekun, le e hapur, dhe shkroje shumën sa të duash ti. Dhe ne po ta paguajmë, vetëm hajde ti dhe luaj në klubet e Saudis futboll. Në ndërkohë që atje është Cristiano Ronaldo dhe nuk e di sa pare merr ai. Hoxha Efendiler, ju pikëspari, ju mjekërmdhit e Saudis, dhe ju të gjithë të tjerën, që solidarizoheni me ata, si nuk e gjetet bën njëherë një fjalë të vetme dhe të kritikoni këto sende. Një futbaler i merr me $100 miliona, ndërkaq ka vende në botë, pikëspari njëherë, për ata që ju thirreni gjithnjë dhe keni qif, dëshironi të thirreni, si mbrojtësit e Islamit, si mbrojtësit e muslimanëve. Sa musliman ka që s'kan bukë të handik? Sa palestinesi vraf Izraeli, regjimi Izraelit, fëmijë, nëna, shtatzane, pleq, i vrau, i masakroj, një fjalë nuk e thoni, kundër emirave tuaj, kundër atine saudëve, kralave, që kanë uzurpuar me tokën, që është e madhe sa 3 herë Gjermania dhe Franca, dhe e kanë quajtur sipas familjes së tyre, Arabia e Saudëve. Një fjalë nuk e thoni? Dhe ti më thua mund, ti je hoqi drejt, ti je musliman, o drejt që i mallku. O ju jeni shejtana bre, të kthehem të mjekra. Meka e shekullit të 7. Arabia, gadishulli arabik, i shekullit të 7. Muhammed ibn Abdullah, i cili akoma nuk është profet, dhe jeton në Mekë. Ki Muhammed ibn Abdullahu ja fillon të punoj për një grua fisnike, e cila është jashtëzakonisht një sipërmarrëse e suksesshme e kohës, dhe quhet Khatija bint Uejlit. Kur e sheh ajo besnikrin, sinqeritetin, moralin, karakterin fisnik të Muhammed ibn Abdullahut, e punëson. Punëtor ka qenë Muhammedi, po flas akoma nuk është profet, nuk është i dërguar i Allahut, mos më ka për fjalësh. Do të vi koha kur do t'i them alayhi salatu wassalam, prit, duro. Dhe e punëson Muhammed ibn Abdullahun, duke ja pa cilësitë, karakteristikat, dhe çka i jep mision që ai të udhëheq me karavanet për në për në Sham, ose më konkret në Sirinë e sotme, në Liban, Palestinë, ato territoret e Shamit apo Levantes. Pra, Muhammed ibn Abdullahu në moshën e tij 25 vjeçare e marton Hatixhen 40 vjeçare, që veç ka qenë martuar 2 herë dhe ka qenë vej. Por çka ka qenë? Ka qenë fisnike, ka qenë bujare, ka qenë inteligjente, ka qenë jashtëzakonisht e sinqertë.
dhe ka udhëheq me një sipërmarrje që sot mund lirisht quhet kompania për eksport dhe import, sipas kushteve të sotme. Dhe ky Muhammed ibn Abdullahu ka kry shërbime për këtë Khatijën. I ka marrë karavanet dhe ka shku deri në Damask. Ka marrë atje mall për në Mekë. Ka dërguar atje mall dhe e ka shit. Ka qenë ki analfabet. Pyetja e parë. Ka qenë analfabet. A mund një alfabetit, një analfabetit të japësh kështu një lloj funksioni të ta udhëheq biznesin? Mirë, më të qenë. Në moshën diku 20 vjeçare, ki Muhammed ibn Abdullahu përjeton një diçka që e trondit. Fizikisht edhe shpirtnisht. Muhammed ibn Abdullahun Zoti e thirr. Dhe në përmjet melekut të tij të zgjedhur Gjibril, paqja e Zotit qoftë mbi të, e urdhon që të lexoj, që të studioj, që të mësoj, ta di se kujt i beson dhe kush e ka krijuar. Muhamedi përzgjedhet nga Zoti, nga Allahu një i vetëm për profet, për të dërguar, sepse i fillon shpallja, dhe në momentin që një profeti i fillon shpallja e Allahut, liber nga Zoti, quhet Rasul, i dërguar. Pra, Muhamedi tani nuk është vetëm profet, njëkohësisht është edhe i dërguar, është edhe nebi, edhe Rasul, Allah. Çka ndodh më pastaj? Më pastaj profeti fillon t'i thirr ata të familjes së tij të ngushtë pikës pari, që ta besojnë. Mirë po, askush nuk i përgjigjet thirrjes së tij pozitive. Bile jo se i përgjigjen negativisht, por edhe fillojnë ta luftojnë që nga i moment. Kush e përkrahën dhe kush e mbështet dhe kush i beson e para? Kush? Khatijja bint Uvejlit, gruaja fisnike e tij. Dhe kush më pastaj, me njerë pasaj? Një i ri i vogël, një çun, një xhalosh i vogël me emrin Ali ibn Abi Talib, i cili nuk i ka në ato momente as 9 vjet. Sepse dhe këtë regjistrohe, mik dhe mikesh nderuar, sepse Ali ibn Abi Talibin, pejgamberi i Allahut, e ka pas djalë axhe, dhe si fëmijë e ka marrë dhe e ka rrit në shtëpinë e tij. Pra, Ali ibn Abi Talib, është edukuar, është rrit, është arsimuar 24 orë në ditë, që nga vogjëlia e tij, nga kush? Nga Muhammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, dhe nga bashkëshortja e tij Khatijja. Sepse Aliu është rrit në shtëpinë e pejgamberit. Pyetja: a ka mundësi që ki Ali i vogël, kur është rrit, të jetë sharlatan, të mos jetë fisnik, të mos jetë besnik, të mos jetë trim, të mos jetë i ditun? S'ka mundësi. Por çka ndodhi? Ai u tradhtua nga mo ata që e njihnin dhe që e dinin se kush ishte, se kush kishte qenë, si ishte rritur, nga kush ishte frymëzuar dhe nga kush ishte edukuar. Dhe e tradhtuan, nuk e zgjodhen për të parin e muslimanëve pas vdekjes së Resulullahut alayhi salatu wassalam. Pik. Të kthehemi te Hoxha Efendi te Mjekra, i cili mjekrën e bën obligim në islam, e shpall për obligim, e shpall për shtyllë islame, e shpall për kusht islam, por gjithnjë mos harroni, sipas bindjes së tij dhe sipas ideologjisë që po e fiton apo e përfiton
nga ata të cilët shkruajtun çka ju polli mendja. Pse? Po sepse në Kuranin fisnik, askund ju nuk e gjeni një ajet të vetëm që flet për mjekrën. Një të vetëm, asnjë. Pikë e pare, dyta. Muhammed ibn Abdullahu ishte i ri, filloi t'i dal leshi. Si gjithë kujt kur i mbushën 15, 16, 17 vjet, fillon të dale leshi. Nëse Allahu e ka vendos që të kesh lesh në fytyrë, të mos jesh qose pa lesh, filloi t'i dal leshi, filloi t'i rritet mjekra. Sikurse edhe gjemve dhe burrave që jenë në Mekën atë kohë, të gjithë mbanin mjekër. Në atë kohë nuk kishte zhileta, nuk kishte brisk për ta ruajtur mjekër. Dhe më me rëndësi nga kjo është se edhe pas shpalljes dhe pas fillimit të shpalljes së Kuranit fisnik, për ato 23 vitet e ardhshme, pejgamberi Allahut as nuk e ndroi veshjen, as nuk e ndryshoi mënyrën e mjekrës, bartjen, gjatësinë, madhësinë, as nuk e ndryshoi pamjen e tij të jashtme. Këto 3 elemente të dërguarin e Allahut e vendosnin në një rafsh me të tjerët në Mekë. Ai pra, i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam, paqja, mëshira, bekimi i Allahut qofshin mbi te gjithnjë dhe mbi familjen e tij të pastër, nuk deshti asnjëherë të dallohet nga bashkëqytetarët e tij. Pra, i ndejti besnik sinqeritetit të tij, karakterit të tij të vyshëm, madhështor, që e kishte dhe që Allahu ja vulosi me ajet kuranor. Dhe tha: o profeti im, ti me të vërtet je i spikatur me një karakter të jashtëzakonshëm, me një karakter madhështor. Pejgamberi i Allahut i ndejti besnik kësaj deri në vdekje. Ai nuk u dallua nga të tjerët, kurse sot hoxhallarët me do e mos, me çdo kusht tentojnë të kenë tesha, rroba, turbane, shalla të ndryshuar nga të tjerët, ose të ndryshëm që të dallohen me çdo kusht. Pejgamberi i Allahut pra pat mjekër, kishte mjekër, edhe para islamit, edhe mbas islamit. Edhe para shpalljes së Kuranit, edhe pas shpalljes së Kuranit. Ai nuk e ndryshoi pamjen e fytyrës. Ai kishte mjekër edhe para, edhe pas. Edhe ata që jetonin në Mekë dhe ishin burra, kishin mjekra. Si ata që besuan, si ata që nuk besuan. Të gjithë kishin mjekra. Bile nga familja e Resulullahut, ai burri i pashëm me emrin Ebu Gjehel, i cili ishte kundërshtari më i madh, më i rrept i pejgamberit, kishte mjekër të jashtëzakonshme, shumë të bukur, sepse ishte njeri i pashëm. Por, ai vdiq qafir. Leshi i fytyrës nuk i bani dobi. Se mjekra nuk është obligim në islam, shikojeni historinë pak dhe mendoni pak me intelekt, me logjik. Në kohën e Greqisë antike, filozofët e klasik grek, filozofët e Greqisë antike, të gjithë kishin mjekra. Duke filluar nga Aristoteli para 3000 vjetëve, nga Platoni, Sokrati e të tjerët, mos i numroj me emra gjithë, çka kishin? Mjekra, që. Dhe nëse kthehemi pak në histori të më vonshme, e shikojmë skulptorin e famshëm botnor evropian, Michelangelo, mjekrën sa s'dihet, të bukur pa hudut. Pastaj kush? Leonardo da Vinci, njëri nga skulptorët e famshëm, filozof, dietar. Kjo s'ka rëndësi, ai ishte besimtar islam. Nuk flasëm për atë, flasëm për pamjen. Mjekrën që.
Pastaj, zbuluesi i shtypjes së librit. Kur filloi të shtypet libri i parë, kush e zbuloi metodën? Ishte gjerman. Johann von Gutenberg. Që, mjekra. Filozofe, historiane, medicinare, mjek të popullore, mjek prominente, me emën e lloj shkencëtarësh, qofshin ata të disciplinave apo të drejtimeve religjioze, fetare, ose afetare, jo fetare, pa marrë parasysh këtë. Le ta shkurtojmë pak se kjo është temë e gjatë. Që të kuptohemi shkurt dhe qartë dhe që hapim hakun atë për të cilën na obligoi Allahu i Madhnueshëm, është kush? Të kthehemi te Kurani i tij fisnik. Sepse Kurani është i vetmi burim i cili asnjëherë nuk na dëshpëron. Pse? Po sepse aty gjendet e vërteta, absolute dhe autentike. Sepse Kurani nuk është i shkruar nga dora e njeriu, nuk ka autor. Kurani është fjala e Allahut, e shpallur nëpërmjet melekut të tij Xhibril dhe transmetuar deri te profeti i dërguar i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili pastaj e kishte për obligim që t'ja u sqaroj atyre të cilët e pan të parët, i besuan të parët dhe ishin në gjendje që ta dëgjonin drejt për drejt. Dhe kur kthehemi tek ky Kurani fisnik të fjala e Allahut, aty nuk gjejmë asnjë ajet që na flet se mjekra na qenka obligim islam. Për kënd? Për muslimanët? Jo, s'ka. Por kush janë shenjat të cilat e spikatin një musliman sipas Kuranit? Ato janë ndershmëria, sinqeriteti, drejtësia, morali apo akhlaku. Prandaj, mjekra, turbani, dullama, xhibja jote e jashtëzakonshme, Hoxha Efendi, e ke porosit në Turqi, në Marok, në Tunisa, në Arabia, ku e diku. Nuk është shenjë e Islamit. Sepse edhe kardinalët e Vatikanit kanë xhibe. Edhe bishofat, ato peshkopat shqip, kanë xhibe. Filozofët e vjetër në Greqinë antike, e thash, kanë pas xhibe. Ata të cilët kanë studiuar dhe studiojnë për shkenca shoqërore dhe shkenca natyrore dhe kryejnë studime të larta për master dhe doktoratur, nuk ka asesi shans të mos i shfletojnë këta dietar të mëdhenj që i përjetoi njerëzimi pse mba mend. Dhe të gjithë sipas kohës, sipas terrenit, sipas lokalitetit, sipas kushteve gjeografike, e kishin edhe veshjen bre. Prandaj, të përqendrohesh dhe ta marrësh një shkrim nga autor të cilët shkruajtën 150 vite pas vdekjes së pejgamberit të Allahut. Dhe shpifën e trilluan, çka nuk trilluan e sajuan. Vetëm që t'ju konvenoj e gjithë ajo ideologjia e tyre, dhe ato ti marrësh si kushte, si norma, si rregulla, si ligje. Kjo është me të vërtetë ignorancë. Dhe atë ignorancë në katror. Prandaj të nderuar dhe të nderuara, leshi
Askënd nuk e përcakton të jetë apo të mos jetë muslima. E le ma i mirë apo i keq. Sa ja vlen se Mekasit, kur e i shitët, të cilët nuk e pranohen Islamin, të cilët nuk e besuan pejgamberin e Allahut, leshin e kishin sa s'dihet. Dhe ishin burrat pashëm e të bukur. Çka ju bani dobi? Leshi. Nuk ban leshi dobi. Sepse lesh kanë të gjithë. Dhe e thash, tani është trend i modës, çdo i ri ta ketë pak mjekra. Apo? Po kjo nuk e bën musliman. Dhe nëse nuk e ka, kjo nuk e nxjerr nga Islami. Pak me logjikë. Sepse çdo kush i prej neve e ka mundësinë bre, po e përsëris, e ka mundësinë e jashtëzakonshme. Sot, ja sot ja kur, që ta vërtetoj një diçka, a është e saktë, a është e rehen, a është gënjeshtër, a është manipulim, a është biznis, a është interes. Por pyetja tjetër që parashtrohet është kjo, dhe kjo është madhore. A i konvenon? A i shkon për qifi? A do në përfitoje nga jo? E këtu ndahen shpirtat. Pra shpirtat ndahen kur ti e bën kabul një diçka vetëm pse i shkon për shtatë interesit tënd. Qoftë material, qoftë interesit tënd që ti të kesh autoritet. Fam! E çka jo tjetër? Por, nëse vepron me sinqeritet, nëse je me të vërtet zemër bardh, ti i vë në pikpyetje gjërat që janë dhe duken të dyshimta. Nuk i merr, shkijet thonë ata te na ata slavët, zdravo na gotovo. Mirë se erdhe, qashtu si, po, kështu është. Gjerman thojnë, hinterfragen bite. Ore, vërë në pikpyetje, se është drejta jote të pyesësh. Prandaj, le të mos mashtrohemi me bombone, me keksa. Se derset e tilla kështu, janë keksa, janë bombone. Dhe ja u shpërlajnë tronin njerëzve. Dhe mu më vjen keq, që ti jesh një intelektual i mirë, që ti jesh një njeri i mirë, dhe të manipuloj një hoç ignorant, kjo është vallahi e pa tolerueshme. Mos ja lejo vetës këtë, mos. Sepse, falë Zotit, dhe lavdia dhe falënderimi i takojnë vetëm atij, subhanehu ve teala, që na e mundsoi, që edhe pas 1400 viteve, librin e tij, Fisnik, Kuranin, Fisnik, ta kemi pranë, të mund të lexojmë dhe të studiojmë fjalën e tij. Prandaj, kthehu, studioje, medito, analizo fjalën e Allahut në Kuran, bre. Sepse ato që u shkruajtën, ata që u shkruajtën, qofshin ato artikuj, libra, mesele, mesele ka shumë, mesele. Këto ndodhen 150, e kam thonë 200 vite pas vdekjes së pejgamberit Allah. Dhe që të kuptohemi më në fund, që të jem edhe unë i sinqert me ju gjithnjë, ashtu si dëshiroj. Këto nuk janë fjalët e mia, ju lutem. Unë nuk i shërbej askuj. Edhe njëherë. Wallahi, nuk i shërbej askuj se si kom shërbej asnjëherë. Dhe çdo punë që e kam kry, që e kam ushtruar, që nga jo pastaj e kam fituar i darën ka qenë në emën të Zotit, për hir të familjes dhe të mirëqenjes time personale. Prandaj edhe sot kur flas, unë si kam borç askuj, nuk i jap raport askuj përveç Allahut. Askuj, wallahi. Nuk ja boj qefin askuj. Mund më pagun xhamati, mund më pagun xhamia, mund më pagun miftinia, mund më pagun asarabia. Ju lutem. Ju lutem. Prandaj,
Ajo që unë dëshiroj të ndaj me ju është, si ta them, pastërtia. Pastërtia e dinit, pastërtia e fesë, pastërtia e islamit, pastërtia e Kuranit. Prandaj në pastërtinë e Kuranit të islamit, të dinit islam, nuk ka bre lesh kur një vend. Letë mos ju mashtroj askush. Për të bëu muslimani mirë, për qenë muslimani drejt dhe i pranuar tek Allahu, do t'i krysh obligimet që ai ka parashtruar për musliman. Sepse fundamenti, temeli, bazamenti islam është tjetër, nuk është mjekra dhe leshi. Prandaj, feja që ti për vete e ke zgjedhur dhe asaj me bindje dhe me zemër i beson, e që në këtë rast është islami, nuk matet me gjatësinë e leshit. Qartë, shkurt. Edhe ti, edhe unë, i dim kush janë kushtet e imanit, apo të islamit, apo të besimit, dhe kush janë shtyllat e besimit islam. Prandaj unë këtu nuk do ta luaj rolin e spjeguesit e ku ta di çka, dhe do i lë ato, sepse gjithë secili nga ju i di shumë mirë kush janë kushtet apo bazat e besimit, e imanit, dhe kush janë shtyllat e islamit. S'ka nevojë unë tani ti përsëris. Dhe nëse ju ati e gjeni mjekrën, ordnoni. Faleminderit. Shihemi në video të radhës. Abonohuni në kanalin tim, mos hezitoni, nuk ju kushton asgjë.